Rëshqitjet e dheut në autostradën Ibrahim Rugova janë bërë të shpeshta muajve të fundit, e pikërisht në një zonë të tillë në segmentin e 52 në aksin rrugor Prishtinë-Malishev. Një ditë më parë ndodhi një aksident me fatalitet. Një grua ka humbur jetën si pasojë e një aksident trafiku i cili ndodhi të dielën në mesditë këtu në autostradën Ibrahim Rugova. Sipas raportit të policisë së Kosovës, burri i cili edhe ishte duke vozitur veturën, është duke u trajtuar në ÇKUK, por shkaktari e shembja e dheut nuk përmenden fare. I dyshuar i mashkull kosovar duke drejtuar automjetin dyshohet se ka humbur kontrollin me çrast ka shkaktuar aksident trafiku, si pasojë e aksidentit lëndime vdekjeprur se ka psuar pasaxheria viktima femër kosovare, vdekjen e secilës e ka konstatuar mjeku. Lëndime po ashtu ka psuar edhe i dyshuari i cili është duke u trajtuar në ÇKUK, ndërsa trupi i pajeti viktimës me urdhër të prokurorit është dërguar në IML për obduksion. Nga Ministria e Infrastrukturës nuk kanë kthyer përgjigje gjatë ditës në lidhje me këtë çështje, por të njëjtit kanë njoftuar se është nënshkruar kontratë për sanimin e rrëshqitjeve të dheut në 3 lokacione të ndryshme në vlerë të mbi 4 milion eurove. Megjithse në njoftimin e ministrisë thuhet se kontrata është nënshkruar të premten, televizioni ka kuptuar se të paktën njëra prej tyre është nënshkruar vetëm gjatë ditës së sotme. Ndërmarrjen e masave urgjente për parandalimin e aksidenteve të tilla e shet të nevojshme eksperti i komunikacionit Liridon Shahini, i cili e vlerëson situatën shqetësuese. Vërtet e rënd, vërtet shqetësuese për shkak të lëshimit faktorit njeri. Me ndodh një aksident me fatalitet, natyrisht që është e vështirë dhe është e rënd. Shqetësuese është numri i aksidenteve në rritje vazhdimisht, mos respektimi i rregullave të komunikacionit, mos mirëmbajtja e duhur e rrugëve. Ndërkohë që edhe juristi Anton Drecaj thotë se institucionet përgjegjëse duhet të japin llogari. Natyrisht që duhet kërkohet llogari dhe përgjegjësi nga institucionet përkatëse, në këtë rast nga Ministria e Infrastrukturës, në mënyrë që të shohim pse nuk ka reaguar deri me tani, nuk është sanuar ajo zonë ku ka pas shembje të dheut. Natyrisht se do duhet bërë fillimisht do duhet hetuar. 2 persona kishin humbur jetën në aksident në dhjetor të vitit të kaluar në pjesën ku shembja e dheut kishte qëndruar më shumë se një vit në autostradën Ibrahim Rugova.